Kuvendi zhvilloi sot seancën plenare të radhës, e cila nisi në orën 10 dhe u fokusua tek interpelancat me kryeministrin Edi Rama, me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, të kërkuara nga deputetët e Partisë Demokratike. Rendi ditës përfshiu edhe disa projektligje të rëndësishme, si ndryshimet në kodin rrugor, ligjin për shtetësinë dhe mekanizmin e reagimit ndaj krizave të furnizimit me lëndë djegëse. Nga foltorja e kuvendit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi mazhorancën se po përjashton opozitën nga proceset që lidhen me integrimin evropian, duke përmendur edhe Këshillin Kombëtar të Integrimit. Mazhoranca në këtë kuvend, e cila në mënyrë të vijueshme është duke bërë veprime për përjashtimin e opozitës nga procesi i integrimit, vazhdon me të njëjtën rrugë edhe gjatë tyre ditëve ku ky raport bën thirrje për bashkëpunim mes palëve në procesin e integrimit. Ndërkohë që i vetmi forum ku opozita është e përfaqësuar, që është Këshilli Kombëtar i Integrimit, na vjen një agjendë që nis me taulan ballën dhe mbyllet me 10 taulan balla të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe në agjendë, edhe pse është një organ që do duhet përfaqësoj mazhorancën dhe opozitën, nuk ka asnjë përfaqësues të opozitës. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla deklaroi se projekt rezoluta pasqyron progresin e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s dhe kërkoi që debati të zhvillohet javën e ardhshme pas miratimit në Parlamentin Evropian. Ai shprehu gjithashtu mirënjohje për mbështetjen e eurodeputetëve për këtë proces. Arritjet e Shqipërisë përgjatë këtij viti kur raportohet, se ju kam gjuar shpesh, po të paktën dokumentave referojeni siç janë. Kjo është një projekt rezolut e Parlamentit Evropian mbi raportin e Komisionit Evropian për vitin 2025. Tani që mos bëhemi edhe qesharak brenda këtij minutazhit. Tani Parlamenti Evropian këtë dokumentin do ta miratoj vetë në 16 ose 17 qershor, sepse e ka miratuar komisioni dhe do ta miratoj seanca plenare, se prandaj quhet projekt. Tani na kërkohet që ta bëjmë ne diskutimin përpara se ta miratoj Parlamenti Evropian. Tani mos na bëni qesharak, ne jemi shumë të gatshëm kur ta doni ju, por ne kemi programuar javën tjetër me 14 maj, kemi diskutimin e raportit të komisionit.